U që kene ka themelu shteti shqiptar, unë nuk pajtonem ato që u themelu që ka për grupeve të caktuara kështu. Po, e ka themelu shteti shqiptar. U bërë një deklaratë shumë të fortë. Shumë të fortë edhe Kur e ka themelu? Argumentoj. Po të lidhe me në çështje të themelimit, e përmbysë historinë. Jo, ne do dalë në historinë e emisionit. E përmbysë. Jo, në historinë e emisionit. Për mirë. Të emisionit tënë që e ke pas para një muaj sa një në studio, ku thot për operacionin e çlirimit të Kosovës. Jo, tash do të japim një Aerolima. E përshëndesim Aerolimën se ka qenë një me shumë respekt. Dhe intervista shumë e bukur, një zyrtar, një ushtarak që me të vërtet i ka dhënë. Po pse thomën e themeloj shteti shqiptar. Maren Kasmi është një ndër historianet më të mirë që e ka. Me vërtet? Po që ka. Më gëzove shumë për këtë. Maren Kasmi është ndër historianet më të mirë që e ka studiu luftën e dytë botërore, edhe sidomos sistemin e dikush i thot regjimi diktatorial, po në kur se thon për Enver Hoxhën regjim diktatorial. Po ç'e ishte? Regjim popullor. Që në veris? Jo. E kam me mburi me që në veris, po... Më vërtet e ke? Po, sinqerisht. Ore, juve duhet të fillojnë një qikë. Dhe në hape shumë foldera. Atë përgjigjen pyetjen... Atëre fillojnë... Pse e themelojnë që kanë shteti shqiptar? Pse? Maren Kasmi, para 2 vite ka botu në Institutin Arkeologjik të Kosovës, dega historisë, një punim shkencor, e keni në internet, ku thot, e ke, kur ton punim shkencor, aty kanë qenë studiu. Margleni e ka mik dhe besoj dhe çmoj shumë. Lutem, ta konfirmosh edhe në qoftë se unë nuk jam i sinqert mos ta përdor atë fjalën tjetër. Jo. Do të lutem, ti duhet më demantosh më publikisht. Po jo më jo. Thot Maren Kasmi e gjen dokumentin. Çfarë shkruan? Në vitin 69, po, epet urdhri. Tash unë ku të thom, du me thonë Enveri, se Enveri se marrë ndoshta me këto, po nuk o bo diçka që se ka ditë Enveri. Po tjetër. Po paraqitoj, thot krijimi i forcave dhe në 70.000 trupa për çlirimin e Kosovës. Operacioni që tregoi dhe Aerolima. Po, e tregoi Aerolima, pa i ka gjetë dokumentacion që thot UÇK. Do dhe UÇK që në 60 dëntën. E ka themeluar shteti shqiptar? Unë e thonë ka qenë dokument, a e ka themeluar se ka themeluar, është gjithë dokumenti. Është gjithë dokumenti. Unë e thonë që i ka kriju struktura. Shtria çlirindare e Kosovës. E ke nga Maren Kasmi. Ua. Tani, ushtarakët shqiptar po drejtonin shërbitje të luftëtarëve nga Kosova. Pa. Mund më thuash kur dhe kush ishin këta, sepse ne dim që dhe atë. Po ishte, shembull ka qenë thash Sali Çeku, Zahir Pajaziti, Luana Radini, Adem Jashari, kanë qenë Samil Ushtaku, ka qenë Jakub Nura, kanë qenë... Si është ajo historia që u arrestua Adem Jashari? Si e ditë atë? Qaja se qëre, Adem Jashari në ka arrestu forcat e rendit në kohën e Berishës për kontraband armesh. Për kontraband armesh? Po, gjaje pse po merr armë që me kaluar në Shqipëri. Po duhet ta them një tjetër për sistemin kur u prish se grupi i parë në kohën e Ramiz Alis kaloi pa pasoja. Grupi i dytë kaloi pa pasoja. Po. Erdhi Berisha në pushtet dhe e dekonspiroi komplet. Tash mos të kesh kuptuar mi themi Berisha si Berish. E duhet ta vërtetosh. Ja, të lutem, po ja. Pse grupi i tretë nuk vazhdoi? Që ke kështu anti-berishist? No, përkundër. Që nga anti-berish komplet. Pse nuk vazhdoi grupi i tretë pasi ekzistonte marrëveshja me shtetin shqiptar? Pse nuk u vazhdoi trajnimi i grupit të tretë? Pyetja është e bukur, po duhet. Këtë pyetje do t'ia bëjmë zotit Berisha. Aty është. Të lutem. Do ta pyes patjetër, të premtoj. Ta jap edhe një argument vogël se s'do ta çorientojmë bisedën kur është vërar Luana Radinaj. Fllavi general Ramush Haradinajt, ish kryeministrit. Ramushi ka qenë me to, me Ali Ahmetin, kanë qenë Rafet Rama, unë kam punu me Rafet Ramen, edhe kam pas bashkëluftëtar. Pse është varros Luana Radinin në aborrin privat të një qytetarit të Vlanës? Të lutem. Forcat policore. Po? Zotit Berisha kanë ndesh me marrë kufomin me u kthy forcat serbe. Është proces, e keni intervista, e ke edhe Ramushin, për të mos nxerret kufoma nga varresat e fshatit, e merr qytetari thot, unë e varrosin në oborrin tim, e këtu nuk vinë me ma nxerr. Ti jap një kundër argument? Lutem. Se Berisha ndërtoi rrugën e kombit, bashkoi Shqipërinë me Kosovën me atë rrugë.
absolut, askush kur nuk e mohon kush atë. Nuk e bën një proser. Po, jo, larg asaj. Po, pse nuk e thu kush e inicoi rrugën e kombit? Ora e ndërtoi, unë tani po inicoj një tunel në Otranto, nga Durrësi në Bari. Po unë e inicova, po kush e ndërton? Gjithë ja kanë pranuar merit zotit Berisha. Pra e ka, mund t'i themi proser Berishës. Berisha tani e ka dash, po këtu nuk shpëton asnjë pa e akuzuar. Jo se i përmendet gjithë. Unë nuk e di pse kur u quajt as Ilir Meta, as edhe Majko, është akuzuar Majko për serb, ç'a thua? Që nga mbiemri kur doli kur erdhi te ju atje ç'a shkruaj këtu për Majkon? Ç'a thua? Po në kuptimin e. Po ç'a thua dhe Majko që Majko i shkreti? Tani kam një pyetje, më ngacmove me atë që të pëlqen ai regjimi komunist. Tani nuk më pëlqen. Po mbeta borxh te oficerët shqiptarë. Po më tregu, atë emra thotë ti. Jo, te emrat, jo. Ç'a do të thuash për ata? Që tet për trajnimin. Po. Çfarë bënin ata? I trajnonin lere që i trajnuan njësitet e para të UÇK-s, po ata vazhduan në kontinuitet, do të thot nga oficerët në lirim, që ju bëri mirë ky Berisha i bukur, dhe degradoi ushtrinë dhe i qiti oficerët në rrugë, po neve në një formë tjetër na shërbyn, se shkretit ishin pa punë, pa kur gjoheq. Dhe ata i shërbyn Kosovës. I shërbyn Kosovës. Bravo. Një nderim për gjithë ata ushtarak, ata oficerë që shërbyen për Kosovë. Këtë thot Wesley Clark në librin e tij, thot Miloševići kapituloi para oficerëve shqiptar. E ken libër, do thot nesër del dikush tjetër në intervistën tonë, thot pse keni ai zotëria që ishte këtu. Thot Miloševići kapituloi para oficerëve shqiptar. Operacioni Shigjeta, ku aty është në shku kapitullimi thuajse i Miloševićit, se gjitha forcat janë përqendruar në kufi. Tu do të pyes në mënyrë të veçantë, dhe mbaruam me pjesën e Shqipërisë pa ardhur te 99-ta. Domethënë, sa herë kanë bërë stërvitje ushtarët e UÇK-s në Tiranë, në Shqipëri? 2 ekipe kanë qenë. 2 grupe quhen. Grupe. Edhe me ardhin e Zot Berisha? Është ndërprer. Është ndërprer, nuk ka pas. S'ka pas më. Tani vim te ajo që quhet 98 dhe 99. Ti ku ishe në 98 dhe 99? Unë në 98 kam qenë në Amerikë. Në Amerikë? Po. Me studime për çfarë? Për mjekësi. Tani, unë isha gazetar dhe me të treguarit e gjyshit time kisha të luftës botërore dhe habitesha se si të rinj dhe të reja lanë madje dhe studimet në Itali dhe erdhën në Shqipëri për të luftuar fashizmin dhe u vran. Po. Tani, unë po përjetoja vetë një gjë që të rinj dhe të reja, sa vjeç ishe? 21 vjeçar kam qenë. 21. Çfarë si e mendove atë Astrid që unë do ta lë familjen, shkollën, punën, jetën e qefit, gjithçka, dhe do ikë luftojnë në Kosovë, sepse kur ikën luftë 90% je i vrarë tani, nuk po vete në plazh. Si ishte ai momenti? Pse e bëre këtë? I herë një përgjigje pak me humor, se na kishte frymzuar Xhaxhi. Xhaxhi, ku ti thua Xhaxhi? Xhaxhi Enver. Thash një përgjigje me humor. Jashtë kontestit. Jashtë kontestit, lutem, pa e thash para prakesht, da thash jashtë kontestit. Jo, kam hallë se mos ke kuptojnë ata që po na ndjekin ore se. Pak rëndësishme. Se unë e di që ti je patriot, një nga patriotët më të mëdhenj që unë kam njohur. Vetëm 2 ditë kam që të kam takuar, por unë shikoj një patriot se ti ke marrë armë, ke luftuar, ti se ke bërë me fjalë. S'kam qenë i parë Jasim Rami për ato gjëra. Dhe thash në humor ato, se kosovarët e thojnë, shqiptarët e Kosovës e thojnë na frymzoi Xhaxhi, kuptimin e strukturave ilegales. Në atë kontest e thash na ka frymzuar. Pse erdha unë? Nuk ishte rasti sepse na kishim një përndjekje, familja ime ka pas, se s'du me fol për familjen, dhe ta kalojnë veten e parë, babgjyshin e kam pas të varrumën kufirin me smalit zije, bara një rrugë qendrës fshatit e ka emrin e gjyshit tim. Po ishim të rritur në drejtim, mirë po kur i shishit gjitha ato masakra, gjitha ato që ndodhen të familja Jashari, automatikisht ta thot... Aty beteja te familja Jashari, aty të ndau atë që duhet të shkoj? Aty ka qenë tuaja se... Kujt i thet parë që unë do iki? Do miqve aty, se si familjes nuk i kam tregoj. Nuk i tregoj? Prindëve? No. Prindit i kisha atje? Jo, prindit i kisha në Kosovë. I kisha në Kosovë? I zdi e fare se që pëndot? Edhe natyrisht, po t'ju thësha devijata, do refuzoni, pse pelen Amerikën e do të vish në luft.
Çfarë ndodhi atyre në Kosovë, familje? Okej, në 98 në fshatin Tim Blebenis ndodhi një masakër ku u raportu që u vra dhe baba im, po kishte shpëtuar. Edhe ndodhi notë 9 që u vran, do të thotë u vra baba, agja me djemë pa baba. Baba, Xhaxhaj? Xhaxhaj me 3 djemë, Xhaxhaj babait, kushëriri i parë, do të thotë familjes ngusht që i thojmë na ndam zjarri, i thojmë. Se na kemi huskaj edhe pak më tretës, katërtës brez. Sa vetë u vran? Vetëm të familjes ngusht huskaj do të thotë janë 16. 16? Do të ti ndave mendje dhe do shkoj? Ja, unë kam qenë luftë kur ka ndodhë kjo. Kur ka ndodhë. Atere, erdhe unise nga Amerika, ku? Në Tiranë, naturisht. Erdhe gjerë këtu, Tiranë? E më pritën... Në mbalmën datën, ditën? Po, 14 prill. 14 prill, 1999? 98. 98, më falë, 98. Dhe kush priti këtu? Këtu më priti, tani është ndjerë Cena Liçkaj. Oficer? Po, oficer. Ku? E kishë qitë dikon dhe më kishë prit në aeroport edhe u taku me në Tiranë. Dhe ju organizoheshin në mënyrë që vinin me avion dhe diku pasaj... Dikush i prit ke në aeroport, ai që i merë ke në aeroport i bin këtë Rolandi ku e kishte bazën, i trajnojshin pak dhe i neshin edhe Nasim Haradinaj. Po, edhe Nasim Haradinaj. Edhe Nasim Haradinaj. Dhe nga Tirana ku shkuar? Në veri kemi shku me një marune armatim. Po? Kemi qenë runje, vetëm unë me 2 ditë kam hi, me 2 ditë trajnim kam hi në luftë. Si 2 ditë? Të të pa trajnu fare, pa u strevit fare. Dhe ku shkuat? Junik. Në Junik? Junik shku. Junik? Aty nga Junik e kemi shkuar në Glogjan të Ramosh Haradinaj. Unë kam qenë në zonë operative bashkë të komanda. Qëfar, kishe një rol? Une, fillimisht isha në kalu në sektorin e shëndetësisë për arsye se isha... Dhe student për mjekësi. Po, nuk të ngron. Nuk ngronte edhe kalova thash... Direkt luftim. Direkt luftim edhe kam qenë në Prilep, kam qenë në Restovic, në Dëfshatrat, aty në Strelc, edhe kam qenë përfundimisht në 98, kam qenë në Vaksh, ofër kufirit me rasën e zogut kënej, edhe në Junik. Tani më trego, unë kam mundësin të pyes që më trego me fjalë një pasazh, një moment luftimesh. Okej, do t'i tregoj edhe ato të lumturat edhe këto pak hidhruse. Do të thot, moment të lumtur në luftime, do të thot, në Vaksh kom pas ku nga një siti, jo unë, po nga shokët e mi, jenë vra disa e për Serbë. Ku eksaktësisht? Vaksh, fiks në fshatin Vaksh. Ishit në një betejë frontale? Tentonin ata, po, tentonin të hynin... Ata ishin në këm, apo me mjetët? Me kemsëri. Me kemsëri? Tentonin të hynin në zonën tanë, po? Edhe aty do... Sa ishin ata, sa ishit ju? Po në Vaksh kemi qenë dikun 23 ushtarë, me njësin time, ata kanë qenë me 10, mos to me qindre, sa ata kanë pas komplet. Dhe sa vrat nga ta? Zyrtarisht që pranohen nga forcat serbe, është edhe dokumenti që e kemi shtyp, supozot që aty ata që e pranojnë, se kem pas luftimet përditshme, po ajo ka si the diçka më e lumtura, ku aty treguohet që janë vrar 2 major me grad major serb, një kapiten edhe po duke 2 ushtarë. Po momenti më i keq? Momenti më i hidhur do të thotë ka qenë kur në frontin e Junikut, kur është plagos Bedri Shala, Bekim Berisha Abeja, që është legjenda e pas Adem Jasharit e luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku edhe Kroacia ka shpall ditëzie. Edhe Kroacia? Po. Franjo Tuđmani ka dërgu telegram ngushëllimi ish presidentit Rogova të asaj kohe për humbjen e Bekim Berishës. Dhe ti kisha aty pranë? Durët mija ka jep shpirt. Në duart e tua? Po shprehna popullore që kështu, sa i s'ka jep shpirt, sa i ka kaluar për jetësi, po në durët mija ka ndru jetë. Pas e përjetuar keq? Edhe Bedreu ashtu, edhe Eltonin e përmetin kam pas një sitime, do të thotë ushtarët. Ai ka qenë momentin ndoshta më i vështirë ka qenë moment më i vështirë se sa kur kam dëgjuar që e kanë vrarë babën me kretat ata kushëri. Më i vështirë. Më i vështirë ka qenë. Kur e kam gjetë babën, e kam gjetë. Jam kon shumë i ftoft. Kur sa atë natë na kanë vdekë edhe në Bekimi do të Abeja, edhe Eltoni e Përmeti edhe Bedri Shala. Atë natë ajo ka qenë dita më e vështirë e jetës në kohën e luftës.
I dhat ndihmë kështu si njeri që kishte njohur Meksikë? Po, natyrisht. Për Aben ndihma ishte e papërfillshme. E papërfillshme. Se do të thotë kishit mjete për kishim diçka shumë të thjeshta, apo jo si më thon salla operacioni, as tim improvizum, as kur gjohesh. Vetëm një reamidim plagëve, një mobilizim hemorragjisë. Kalove vetë një situatë që të kaloj plumbi kështu? Po, ka ndodhur. Ka ndodhur në Voksh. Çfarë mendove në atë moment? Ka ndodhur në Voksh edhe e komorit me humor pikërisht kësaj pyetje, ka kaluar ka kap telin e rrethojës dhe e plagosin një ushtar në dorë, i thash që për shembull mu më kaloi ty të kapi. E kam pasur një rast që më ka ndodhur, kam qenë traktor, zetor që i thoni ju. Kemi shku mi mordar më tim prej fshatit Voksh në Slop. Kam qenë në atë kabinën e zetorit, kishim dorë më tim rapa, edhe në kanë gjujtë forcat serbe, kështu kam qenë këtë pozicion, ata Agema Zrekin e ka kap në zemër, unë jam rëdzu, musë më ka kap. Të kam qenë, aty që po thuat ka kalu plumi, të kështu kemi qenë, ata ka kap, unë e kam largu nga, se imi rëzu nga traktori, e ka rasi, lufta i ka këto rasi. Sa luftuat, për çfarë periudhë? Po, do të thotë unë prej prillit në 88-ës, deri në kur raju niku në gosht, me 11 gosht, unë përsëri kam qenë në pjesë UÇK-s, po kam qenë detyra tjera. Do të thotë, kur e kemi ilçu unikun me të plagosur, jam aktivizuar në veri, përmes Nasim Aradinit, General Jashar Saliut, atër kam kalu përsëri në sektorin e shëndetësisë në Tiranë, për mo kujdes për plagosur e ardhin e refugjatëve kështu, e në 99-ën jam emru. Edhe du me thonë kështu që tjetë pak edhe ritheksume, se shoftu ka herë në studio që thojnë kam qenë koordinatori i bombardimeve, kam qenë koordinator. I emruar, Zoti Qafoku, me vendim për koordinator të bombardimeve të NATO-s, përmes shtabit përgjithshëm të UÇK-s dhe ekipit amerikan, pa paragjyku çfarë ekipi ka qenë, çfarë shërbimi ka qenë, se kanë qenë civil, kam qenë unë. Jo, kur qëndronit ju? Kur koordinoni? Në Kuks, në objektin e Shikut. Në objektin e Shikut, në Kuks? Dhe kërë kishit kontakt? Kishim kontakt me oficerët shqiptar që ne jepnin koordinatat. Kush ishin këta? Ishte Spiro Butka, ishte Malic Doçi, ishte Kuçana, Besim Kuçana, më zgabofsha. Ishin Beslim Zorapi i Kosovës, kolonel Beslim Zorapi. Dhe ju ishit koordinator? Bina Gashi, unë ishte koordinator. Po që jepni të koordinata? Na i mërnim nga ju, nga ushtria shqiptare dhe oficerët shqiptare dhe forcat e UÇK-s mërnim koordinatat, ku ka Tenka, ku ka forca serbe, u përpunonin koordinatat, edhe ekipi amerikan nuk i qënte në Bruxelles, po i qënte direkt në Washington. Edhe në Washington i jepte aeroplanave që ishin në aksion, në rastet caktume. Tani një pyetje kam, aty në UÇK luftuan shqiptarët Shqipërisë djem dhe për vajzat që luftuan atje. Më thuaj diçka. Çe ishin këta djem nga Shqipëria që shkuan? Kryesisht disa ishin madje kishin mbaruar ose se kishin mbaruar shkollën Skënderbeu ose shkollën ushtarake dhe shkuan atje dhe disa të tjerë ishin thjesht. Shqipëria ka unë nuk pajtona me statistikat zyrtare. Janë gati 100 të vrarë. Janë 113-14 vrarë. Diçka 113 nga Shqipëria, shqiptarë Shqipërisë, djem. Djem. Unë tash nuk kam kurse kam telefonin atje, unë do ta dërgoj ty pas emisioni, vetëm ta kesh në arhiven e televizionit, do të dritarë TV-s. Me emra, me mbiemra, me kush ka qenë. Dhe kush është vrarë? Nga cilla zonë, ku është plagosur. Dëgja, e kam vetëm unë ato. I ke vetëm ti? Falenderoj shumë. Ku është plagosur, kohën e ka pas babat, nga cili rreth, rrethi Vlorës, rrethi Beratit, rrethi, do të thotë edhe rrethet janë ndara. Indricarën e ke njohur? Jo, se kam njohur personalisht. Se ishte një nga ai ka qenë dëshmorët. Indriti edhe do të thotë ka edhe dëgja. Djem shqiptar që kanë rënë prit ato e furnizu që kanë, vjeket pëse nuk ju thojnë edhe atyre dëshmorë. Edhe ata janë dëshmorë. Se nuk e kanë i kam une, për ata arsye thash do t'i dërgoj të gjitha. Ja. Po pse? Po, jo, ka qenë furnizim jo që po diune. Për ata arsye thash, e kam atë punim,
me emër me mbiemër ditëlindja, edhe kur janë burgosur, se ka djem shqiptar që tu e kalu kufirin në zonë nga forcat serbe. I kanë mojnë për burgjet e Jugoslavisë, Serbisë të Malizi. I kam gjithë. I ke bravo. E do t'i nisi, s'o shbëtu asnjëherë ai shkrim se ka qenë ponim. Ma je patjetër. Tani, ato vajzat më tregojnë që ishin ato vajza që erdhën dhe luftuan atje. Çore, patriotizmi ka është se streja, se kanë dhënë streja maskarën, është patriotizmi, po jo. Unë nuk pajtona në politik, po. Se në çështje lufte, është janë. Po ç'ishin ato vajza që erdhën atje? Këtë se kam kuptuar, domethënë, asnjëherë. Po tash po na mendo, vjen Xhevel Ladrovci bashkë me burrin. Po. Shkon lufton në Kroaci me fëmijën. Edhe vjen e vdes bashkë me burrin. Vdes, masi të vritet fëmija nuk e lëshon frontin edhe vritet aty. E mos flasim për tjerët. Unë kam pas rast që i kam njoft shumë në luft, e sidomos sektorin e shëndetësisë, Time Kadria, Iliriana Hasaj, kanë bajt ushtar të plagosur pa kemë padur. Deri këtu durt me gjak. Deri aty, ha? Femra shqiptare. Ato thjesht ndihmonin duke ndihmuar nga ana shëndetësore apo edhe kanë luftuar? Jo, kanë luftuar. Kanë luftuar, ë? Kanë luftuar. Po ç'ishin këto vajza? Hyrie Veleu. Po, më thuaj disa emra. Hyrie Veleu, do të thotë Njomza Shala e Brigadës Gjakovës brenda qytetit, Valbona Tafilaj, që do të thotë që i kam taku në front. Në front. Si unë si ajo Ti ke pasur afër? Po, ku kam thënë i takoj në front, do të kam qenë në front line me to. Majlinda Dautaj më zgabofsha, Deçanit, Fatime Dobroshi, me 10 që i kam taku në vit partë frontit e saj, sa si kam taku. Tani, një gjë më shpjego, si e vlerëson ti atë që bëri populli shqiptar, populli i Shqipërisë, se edhe ju shqiptar jeni të Kosovës, për ata që i pritën, sepse në 1998 kur ndodhi gjithë ajo zoti Uskaj, Shqipëria ishte shumë e varfër. Ti nuk e merr me mend, por nuk e merr me mend se ti edhe mund të kesh parë vetë. Kur unë shikoja, edhe si gazetar, po edhe si qytetar, s'kishte nevojë të shikoje kështu si gazetar, vargje të popullit me legend, me enë, me kazan, me kusi, me govata, edhe do t'i çoni te kampi i kosovarëve, që tani është edhe rruga e kosovarëve, nuk e ke idenë se çfarë emocioni kishte. Jo, ne do ta them vetëm një përshtypje kështu se unë kam qenë në Kuks në atë kohë, sepse kam qenë me ekipin amerikan. Edhe na kemi dalë shpesh, se na kemi marrë koordinata edhe prej refugjatëve, të ardhurve, gabova se janë refugjat. Se shembull jemi ardhi, kemi pa të ardhin, ka kalut në për qëtë fshat, qa pat aty, kemi marrë dhe, do të kam pas kontaktet përditshme. Du më të e vetëm një argument. Marrëm Dida, ka qenë një shofer i shikut në Kuks. Ka pas banes, një dhomë i kuzhinë. Po? I ka strehu 17 antarë. Aty dhe dhomë i kuzhinë? Këta e kanë përjetume. Ua, ku futën dhe dhomë i kuzhinë? Ashtu kanë qëndru të shkrejtë, aty i ka strehu. Do të thëmë edhe një argument tjetër. Ma thuan e ju, a ka ndodhë një incident. Kjo është e vërtet. Në Kuks, ku ka rrit me thonë Bill Clinton, në prill 1999, ku thot, Kukesh, it's more recognized than Washington DC. Kuks jo bo maj njohër se Washington DC. Ke dal me ble buk, zoti Qafoku, s'ke gjetë buk. A di se të kanë bo shqiptarët, kur thom shqiptarët, thom shqiptarët e Shqipërisë. Po, që kanë bërë? E ka thirë nonën, o shku të në fshati ka thonë, gatuj, se s'ka mo buk atje. Të kanë pru buk, të kanë pru tomel, të kanë pru prej shpia vetën a për fshatra, të kanë pru mjoj për fëgjatë. Janë mirë njës shqiptarët e Kosovës? Besoj që janë. Janë? Besoj që janë. Di pse bëra këtë pyetje? Se është pyetje bukur. Po të lutem. Sepse kur marrin fjalën ata liderët e shtetit Kosovës, duhet ta thon po aq herë sa marrin mikrofonin përmendin fjalën Shqipëri dhe të përmendin popullin shqiptar për atë gjë. Sepse nuk duhet ta ndaj fare Shqipëria
shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës. Ne ishim një. Ti nuk e vërë, mua ajo më pëlqente dhe emociononte, që ishim bashkë dhe e ndanin bukën si me komshin. Po unë konsideroj që liderët shqiptar, dhe the shumë bukur, shqiptar të Kosovës e thonë, se çdo herë thonë, mikpritja e vëllezërve shqiptar, po liderët që janë në Kosovë, që mund të mos jenë shqiptar, ata dhe nuk e thonë. Në kuadër të Kost Thaqit, kur ka qenë kryeministër e president, ka ekzistuar, ju e dini shumë mirë, është dita e përkujtimit të marshit për Koks, dita e përkujtimit për refugjatët. Tani nuk funksionon këto? Ja. Çfarë thua? Lutem. Fare, ë? Absolut. Ua. Tani një pyetje kam që mos më shpëtoj se jemi në fund. Po, lutem. Cili ishte roli i Fatos Klosit, shefi i shërbimit sekret shqiptar? Okej. Fatos Klosi, kam informacione, kam disa informacione, sepse jam direkt në Shiku, në objektin e Shikut kemi vepruna. Me lidhjet e UÇK-s, përmes këta perit them, se e ka thonë edhe Xhavit Haliti, deri tani s'është më sekret, sepse disa kontakte me Amerikanë me kësi mbesin edhe një kalon një koha përsi. Fatos Klosu ka qenë Chelsea i bashkëpunimit me ambasadën amerikane. E tash do ta japun një argument që nuk o thonë deri kur, përpara atë argumente kam unë, është lajm. Frekuenca e radios. Ku më fokusu? Frekuenca e radiolidhjes të ekipit CIA-s, tash për thonë publikisht. Në Kuks, për mes Fatos Klosit, Xhavit Halitit dhe Mari Zelinës ka qenë 13. 13? Po, se ka ndodhë kam përkthy vetë me atë... E nëzora sekret? E nëzora se sekret, se o dalë publik që kanë bashkëpunu. Kjo është vlera e bashkëpunimit Klosit, e Xhavit Halitit, më knaqen kjo është... Do të thotë para se ishe ambasadori ishe Mariza Lino. Po, Mariza, do të thotë, hala se ka thonë askush, se unë kam qenë aty. Bravo. Edhe qaj ka qenë Klosi, që do e thom edhe një sekret, unë jam shtetës Amerikan, kështu që nuk e kam problem. Nuk e ka problem, këtë më zdarë. Jo, jam shtetës Amerikan dhe më lejot, e thom në cilësin e... Po mirë, shtetës Amerikanit, po shtetës i Kosovës, ke? Unë qytetari i Kosovës. Në shtetësi, s'ke? Po, kam në shtetësi. Po në shtetësin e Shqipërisë? Se kam. Se ke, e? Po mere më burë. Publikisht e thom, sot e dorëzoj pasaportin Amerikan, qa thua? Publikisht e thom, po ta kem në shtetësin shqiptare. Kam andër tjetës, po nuk mu ka realizu. Asjerë. Si se evim. Zoti President, unë bëj një thirrje modeste. Unë kaq sa kam, Astrid Tuskajt, pasaportën shqiptare, se sa kontribut ka ky për kombin shqiptar, duhet të rrim gjithë kështu. Një argument për Klosin. Po, çfarë do thosh? Kur ka përfundu lufta në Kosovë, me 4 korrik, jo gjithë e dinë si në 2 muaj qershor ka përfundu në 99, 4 korrik që festo dita e pavarësisë të Amerikës, 4 of July, kemi qenë në ambasadën amerikane në koktel, në dark. Edhe pse jemi marrë për Kosovën, në kanë marrë me helikoptera me asi. Klosi me Joshua Lee, se thash për qesë dhe i sekret, edhe një lajmë se janë e 2-3 lajmë ekskluzive në emision t'ju, ka qenë, nuk është lajmë, pik. Joshua Lee ka qenë shefi CIA-s për Balkan. Dhe ishte aty? Lere që ishte aty. Ka qenë për Bulgari, Romani, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Qabdon. Joshua Lee e ka ditë gjuhën Shqipe, sikur unë e ti që flasin. Qarë thua? E unë e kam qenë me to... Sheficias për Balkan. Për Balkan. Po përmenda dhe emër, të do të kutot... Nga ishe, mos kishe në Jurgjin nga neure? Jo, se ka qenë një farle shkuqi edhe i prem këneje... Po e kështë mësuar në Ungari, atje? Sigurisht. Dhe duke qenë në Shqipëri. Do të thotë, Klosi ka pas kontaktet e përditshme me to. Do dhe në kamerita Klosi. Disa mirë më vjenë, sepse e dik të gjë, edhe ja qmoj, unë si gazetar më e mëndë shumë... Mu që kam vje keq të Klosi është tepër modest. E ka i herë mi jam shel gojen Astridit, për marrë shembull veten. Që të më mshel gojen mua, duhet modestia ka herë është
s'po du më tonë ignorancë. Është defekt? A e ke parasysh? Është defekt? Është defekt. E Klosi çdo herë thot në atë modestin, ja, s'kemi bërgje. Pse Klosi nuk e thot që ka pas kontakte? Këto ja dëshmojnë në prezencë të Klosit këtu, që kam qenë me Gjashu Allin ka qenë Astrid, bravo. Këto e thome në prezencën e Klosit ku ma ka bo Gjashu Allin, ma jep biberin e zi, edhe jo me to e këshyrë kështu, do të ndarkën e pavarësisë të Amerikës, edhe i kom tonë, do you speak Albanian? Ka thonë e qysh po flasë. Ka qenë linja e Klosit me... Po, Klosit me atë shqipëritësia... Anglisht? Anglisht, po. Anglisht, po. Sigurisht, tash, ku ka ndaj në konë më sheftë, unë nuk mund të garantoj, po publikisht kanë folë anglisht. Astrid, nuk e kënaqur me këtë intervistë, kam shijuar, ti ke treguar jo thjesht ato që dhe ato lajme, sepse ato janë... Inxerë intervista. Jo, ato janë, do dhëna e pjesa e që e shia mbi tort, por më vjen shumë mirë që në dy element të rëndësishëm të kësaj interviste. E para, historia e UÇK-s, që është, unë e them, është epopeja me lavdishme e kombit shqiptar, dhe ajo që drejtuesit të UÇK-s kemi një pritshmëri që diçka mund të ndodhë në Hag. Por unë të respektoj shumë për gjithçka çfarë the këtu, nderim për punën që ti ke bërë, por edhe për gjithë bashkëpunëtorët e tu në luftë atje në luftë në front në rezistencën në 98 dhe 99, nderim për gjithë atyre që u vranë dhe respekt dhe nderim për gjithë ju që jeni futur në historinë e kombit shqiptar si njerëz që keni luftuar me armë në dorë. Të falenderoj dhe të jam i njohës për këtë intervistë me të vërtetë shumë interesante. Faleminderit për mundësinë që ma jep zoti Roland, po edhe unë du me thonë një fjalë për fund, ta kam thënë mbrëmje, du me ta thonë publikisht, kur një jetë nuk i thom kuj faleminderit që bën diçka për kombin, se s'ke bo për mu, ke bo për Kosovën, po kam dëshirë që tjerë të ndjekin modelin tënd, kolegë tu që të thu Kosova jonë, Kosova për çdo proces politik, të harrojmë luftën, e thu, ke biseduar, disa herë kam pa ku thu, zgjedhjet në Kosovën tonë, atje të i bojmë zgjedhjet, të thotë, ajo në baneve, mu personalisht po thonë, më bonë mundi tepër mirë. E uroj që edhe tjerë të ndjekin shembullin. Faleminderit shumë edhe njëherë. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.